Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita më nesër gjithmonë në DTV Media. Sot do të flasim për muzikën dhe sidomos zhanrin e muzikës popullore dhe pikërisht për të diskutuar këtë temë kaq mund të thonë që mburra me ne si shqiptar, e kam derën ta kem sot në studio këngëtaren Elmaza Jashari, e cila tashmë është rikthyer në botën e muzikës më fuqishëm se kur me albumin e saj të fundit. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Si po ndihesh të sot? Mirë, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Si po duket ky rikthim i fortë në muzikë? Gjithçka mirë është. A mundesh më na tregu më shumë për albumin? Fillimisht këtë album kam fillu pak më gjatë kohë, po tani erdhi momenti të lancohet, am kupton? Po. Në bashkëpunim që falenderoj shumë një kolektimin Lul Vushtrin, Lulsim Sadikun, që është edhe këngëtar dhe muzikant edhe studion e vet, edhe sinqerisht jam di në studion e tij sikurse në shtëpinë time kështu. Shumë e lirshme se çdo studio kudo që shkon, cenzuron sado kudo pak cenzuron prej frikës si po del apo gaboj, as po gaboj, jam kupton. Kështu që po pikërisht janë ato rregulla, kështu që do të më përfshirë pyll me qenë kush do të qoftë këngëtari në studio, gjithmonë është pak i cenzuruar, se gjithmonë mundohet me dhënë maksimumin, e gjithmonë ka frikë se s'po mundet me shpreh atë çka e ka prej frikës, sa më kupton. Është sikur lloj gare studioja, po unë mendoj ashtu tash, ndoshta e kam gabim, ndoshta jo. Po prandaj është shumë e rëndësishme ta zgjedhim se me kë po bashkëpunojmë dhe apo përshtatemi, kështu si tipa mos pari, pastaj është ajo përshtatja edhe në art. Kjo është më e rëndësishme, tjera gjitha janë kaluese. Edhe mendoj. Diçka tjetër për albumin e fundit, a mundesh më na tregu? Në albumi kam përmbledh 3 potpori. Një kam me këngë popullore, në ritëm pak qyqekut, dasmave kryesisht, i kam disa me ritëm këngë Maqedoni, sepse atje kam fillu karrierën, edhe kam qef, do me thonë, më duket në qoftë se fillon sezona mbaron, nuk shkojnë ja 2-3 dasma, minimumi s'ka eksistu sezon për mu, se atje kam fillu karrierën, kam qef, edhe kam bërë diçka kështu këngë ritmike, mira, dëgjueshme janë, mirë pa janë të mira. Do të thotë par dje është promovu një potporia e parë, dje dyta sot promovuhet në orat 18:03. Po. Kjo me të vërtet është shumë e rëndësishme që t'jemi aktiv. Dhe gjithmonë muzika e ka, ndoshta është një profesion që... Sikurse sporti, në qoftë se ndalon, edhe ngel mrapa me hapin. Edhe sporti, në qoftë se pushon, e ke shumë, mungon motivi me fillu. Kjo është. Si ka fillu lidhja jote me muzikën? Nuk e di, si çdo këngëtar, se kjo është bota më, se di se si fëmijë kam këndu. Gjyshi dajve të mi, Rahmet Pas. Në atë kohë a i kish pas këndu prej familjes, edhe nana jam Rahmet Pas, edhe për para nuk kanë qenë nana tona ma tjeta me teta me gjona. Sigurisht që e kom trashiku një pjesë për i tyne, sepse babën Rahmet Linaj ka qenë anti-muzik. Po. Ta shpe të regoj gjenin, a më kupton. Edhe që klasën e 6 fillore, kemi mbajt gara në muzikë, kemi kënu në për shkollë dhe venin e pare, në më thonë 11-12 vjeqe, që ajo faktikisht me një formë ka frymëzu, edhe më ka shtyt për para që me hezë, nuk e di, mu më duket ashtu, pastaj kanë qenë festivali, Kosovaria këndon, ka fillu do festivali Matreja, kom qenë me etapa kështu. Po, pra këtë pikërisht të momente, sidomos fëmijëri, e bujnë e familjen tonë shumë speciale dhe në të vërtet diçka që edhe sot tani nuk harrohet, është nostalgjike. Po, e ke kështu fiks momentin e dënë se ku ka fillu kjo, është ajo dashuria. Nuk harrohet asnjëherë nuk harrohet, e vërtet është po. Pastaj mënyrë profesionale, si ka qenë eksperjenca? Pastaj kom fillu me performu në lokale, ndeja, ndasma, gjona kom bo një album, kom bo 2, 3, 4, albume s'kom bo dhe aq shumë. Nuk e di pse, pak edhe neglizhenca se fajsoja s'ken, po ashtu ka qenë së është dashtë me jetë mirë, po unë kisha mbrëmje mjaftueshëm edhe më duket se jam e përmbushur, am kupton, megjithëse na diskutu ma herët, qofse ngel mrapa me hapin, po sido që tjetë njerëzit popullata i falenderoj gjitha dhuruesit e mi, gjitha troja shqiptare kudo që janë të mirë, më duan, më adhurojnë, më ftojnë dasma, i falenderoj me zemër kudo që janë. Eksperienca e angazhimit në dasma, si është? Dasmat janë dasma, s'ka gjë më mirë se sa dasma. Mirë pa është një përgjësi shumë e madhe, se për shembull dasmori ka një herë dasmën ti ai e lodh as je lodh.
duhet me mbat vetën kur shkëndosëm. Është dita ma speciale e një Dita ma e qiftit, veçantë e një qifti, jam kuptan. Me që se ta që i kam bo për ndodhin 2, 3, 4. Po, Jo, e mora si me humor, se me të vërtet, po është dita ma e veçantë që donë për kushtim. Donë, do me thonë, ndoshta një vit përgjegjësi, pregaditje dhe... Po jo, kam fillu Po. tak tuk për rall, një 2 kom bo. Një 2 kështu, si para pregaditje, para sezonës. Edhe tashmë edhe sezona, duke se është goxha një angazhim i madh dhe ajo lodhja duke se e injorojmë pak lodhjen dhe vetëm vazhdojmë a përdora. Nuk ban me egzistu lodhja, unë shpesh bëj hajgarë dhe në dyqane kur futem me ka një shprehit keqe në shqiptarë, në Kosovarë, a u lodhë, tha që më nxedh shkon, pa i pikove, dhe që qka u lodhe, ti qka punove, s'ka lodhje, dhe mere thom shtruar, mere pak maqet, nuk ka lodhje. Po, du të me largu atë lodhjen. Po, sinqerisht, edhe energjia negative, rezatën sekund. Ashtu po mendoj, nuk Po, i di. pikrisht edhe energjia, në përdosma vrejet të këngëtare. Për zotin edhe majri kur kom qenë, po ta tham kështu sinqerisht, i kom marrë, ndoshta, sidomos, në fillimet e mbas luftës, se rashën pikën 0, se kom banu lagje me sërp, të burit, të baba, na dogjen me themel, po fatmirësisht njerë shpëtun, mas njerëz dhe vjen shpia, kull mbi kokë s'kia, po, o strehum, si o strehum, ka ndodhë dhe 3-4 termina, i kom marrë për 24 orë, une nuk i di si ja kom dalë, vetëm se e di, kom qenë me një dasën bëja në Shkup, kom përfundu gati se në spital nga lodhja. Mirë po, është harru ajo pjesë. Do me thonë, nuk i rezistohet, mo kom shkua shtepër e kom ngarku vetën, hajt se po mikë. Ndështë ka qenë nevoja, se tash i zgjedhi, po të regoj drejta sa mundëm. Po, dhe brenda 24 orëve, pra... 3 termina, ati kanë, në Macedoni po flasë, i kanë terminat shumë interesant, më në gjithë shkojnë të nusja, prej nusës me vrap këtheu të dhondri. Shumë rall i kom bo këto skena, mirë po, i kom pas do njërë zedhën që s'kom mujtë me i refuzu. Prej të nusja, do me thonë, shko prej të nusën, tash po vjen të burë, edhe një orë, a 2 orë. Shko prej aty ma mrapa, dita grave që i thujmë, ne ata kanë sirë grash mrapa. Shko mrapa në restoran. Lodhja. Heq me këndu vetëm me vrap rupe, shpia në. Po, vashë, mjafton vetëm me shku me ndru garderobën, do me thonë mjafton, heq pa edhe plus tush edhe iku dita. Po, plus edhe ndështaj stresit që e kanë edhe familjar, duke pregadit. Po, e vërtet. Jo, unë këto gjona i kom bo shumë pak, po të regoj, me gjithse janë shumë të kanshme. Jonë traditat e ty, më kupton. Bile ta thomë drejten, kur kom qenë herën e parë, kur se harroj, ka qenë kanë agje që për qëllëshin nuse. Kur s'kisha po, këto tjena jënë traditat ndrysha. Po flasë për rafsh Kosovës, nështë edhe duka gjenë ka diqka. Edhe ja, asoj nusës, ja që të një thestë kuq. Filloj ajo me kajt, me ullurit, ajo ka, ajo ne ka. Për zotin arroba që jom të knu. Ato traditat shumë sociale. Ajde në ashtu më berdhe emocionalisht, më kupton, sincerisht tradita. Edhe kur duhen masane, thash, edhe i përqafoj ka ta prind babën edhe, nuk e lëshuj këtë shtërngu, ta o zotit dashën, s'ke shapo njetën te me mu do shumë që di. Hira e parë, thash, kur kom qene masane jo. Po, u ka jo që dia, po, emocionet edhe në sinusja. Po, me të vërtet jenë shumë emocione, gjitha ditë dhe grumbullohen. E vërtet. Sidomos kur isha familjar. Edhe na jemi, ma te përse emocione se nas besoj që ka nas dasmurt, ati se na përzijen gjitha. Ashtu me ndojon është ajo, se edhe ka ndalim edhe trevat e dasmat, e traditat, e se cili vendi ka traditat e veta. A ke ndonjë ndështa regioni cili juve ju pëlqen më shumë ti me performu? Specifik s'kam diqka kështu, po në tash atje në Tetom Gostivar, kom fillu karierën, edhe merë malli shumë e shku. E ka një vend special të këtë? Po, për mu, po, e vërtet është, edhe se zbajdalime, se Kosova është vendi jem, s'kom ku me qu, po, si do që tjetë, atje ma me knasi jam, nuk i di pse, ndoshtë edhe ajo që folë ma herët bisedun për nostalgjin fillimet e muzikës, atje njëra, po, ndoshtë edhe ajo nostalgjia tërheq, diçka gjithmonë, si magneti. Po, pikërisht. Çfarë ndjenjë është ndoshta me performu para atë shumë personave dhe gjithë e kanë si ty? Për zotin, është një ndjenjë veçantë, është një ndjenjë speciale. Shpesher dalë para pasyre si thonë vetit, mbledh ose mundesh me dështua, ama jo, asë njëherë s'ka ndodhë, po. Mundesh, gjithë shka është e mundshme. Po. Mbledh dhe forca, hec.
A din e marr shumë, dhe me thonë, gjithë se cilën dasëm, e marr dhe din dasë mund, ku do që shkoj, që e baj si me qenë dasmën e vëllau tem, pa hile, hakikat kështu e baj, nuk baj hile absolutisht fare. Më duket nështë edhe e më banë. Edhe shkoj me energji shumë pozitive, bile kur i shof, sidomos familjarë, si the, ti emocionu nëse diçka. Haj se gzime kena, të lot rrjedhen edhe për gzimit, unë i kuptoj, po. Kështu është. Cili është momenti maj preferum për juve të këni dasëm? Momenti maj preferum. Jo, se kam nusen me dhëndrin kur futen. Pikrisht ma tepër, jam ma emocionale kur fillojnë me luj qifti me dy prind të vetë. A di me prind, ajo kretë frustrojnë emocionet. Për mu po flasë, se ato qifti hynë, krynë ceremonia, ajo është rutina, më kur fillojnë me luj, sidomos jemi në disa familje, se pa u që dhëndre nusja, që më prind para tyna, edhe në gjitën e kam ndjenën, duke si kur për largohen fmita, më kupton, e dojnë me i majtë afer veti, prap, ndoshta ashtu po mendoj, unë nuk po di. Kur hynë ndoshta, ose kur vjen, kur nësë ndonë një kana gjaqë, apo diçka, nusja me nonën, me familje. Kështu është aj valzimi shumë. Djenja se ndohë, ta më kupton, ajo është. Frustruen, emocionet përzija, na më kupton tash. Aja mu gëzua, mu mërzit, ju buen dyjat bashk. Edhe për cilja nusës, kështu prej shtëpisë, kështu, ajo është gjithmonë dikush ka më ajo është pulmi, momenti ma nuk di me të regu. Unë e shkojnë ndasë ma të vajza e shumë pak, po të regoj drejt, se nuk i përbalaj. Jo pëse s'du, po si përbalaj. Unë thash, ajo ka, unë e ka. Tash deshin me cilën më mara, me ata me mu. A ke ndonjë eksperiencë tjetër kështu interesante, si kjo? Me ti të regu, kam eksperiencia shumë, po ma mirë mos me të kam një eksperiencë fillimet e mija të karierës, kur kom qenë, para lufte po flasë, kom qenë me orkestër të Radio Prishtinës, sa roj kor, kemi qenë një fshat Gostivarit Debresh. Në atë ko, i ndajshim burrat veç, gratë veç, po disa vende, disa fshatra hala dhe sot i ndajnë, atje po flasë. Edhe shkum në një rimokjo traktorit, na qiteneve ishte shpat. Edhe, o zot, kur se harroj, në ato dash me rapre, ajo rimokjo poshtë, kush si kemi mujtë, kemi i kësirë. Për zotin, po me shpetu shkun me instrument, se harroj kur desa të des. Kështu ka qenë. Mas ne i ka pas dasma, atje po flasë për ma qenë, si në stadion. 3.000 vetë fshati, do me thoni, kanë thirë dasëm të madhe, po shumë interesant, ata vetëm vine këse lujnë, jo me hangër me pitë rasin rrethit vetë, po si në stadion, atin salat e madhe më i bojnë ti për bukur. Po ajo ka qenë ma specifike, se po marru kur. Shumë mirë që ne si shqiptarë po i mbojmë gjallë këto tradita edhe tash, pra nuk po i harrojmë do shta ato specifikat, në shumë dasma tash më kemi edhe të ponat, përshimet, pavarësisht që po modernizohet koha, dhe në gjitha aspekte tjera atjetës ndoshta nuk po i mbojmë, për tek dasmat e kemi ato që nuk ka kompromis. Tradicionale, pës mundesh me ikte, nuk jemi as evropian, as spanjol, as amerikan, shqiptari, ka e kemë brumin, gjenizën. Unë ashtu mendoj. Kemi edhe ato veshjet, ndrime, karakteristike, nuset, atje me i pasi ndronë, restoran, jetë knaqë është po. Zdin, është njoftë, sa e knoj për shamu se kanë qëtë me kënu nuset për emën, kur e shohë ndru, atje, e harroj. E njohëm prej stilit flokve, do me thonë. Për zoten, ndronë kompleta, ose vesh në i fustonë ose diçka, ose në ndryshimi vogël, to lovi ka la blak plot, konë me mbojt me. Po. Kjo është. Pikërisht këto momente janë shkëgja speciale, ndrimet. Me të vërtet, mundë me thonë që gjitha ajo përgaditje një vjeqare, mundë me thonë minimume, sepse... Besa dhe 2-3 shkon të dikush në varët si e kanë bugjetin, gradualisht dikush edhe me kredit, shkërejnë, për qa me bu. Por e bojmë të mundur në qëfar do mënyre, do me thonë, me pasa ditë shumë speciale. Dita e dasmave si me shku në deti, të kënju në ha buke, pat ligjona në plazhe, dhe marrë një kredit edhe shkojnë deti. Do me thonë, për dasëm është mas diçka mas speciale, po. Me të vërtet është për të admiru, pse jo? Tradita duhet me urujt, pse jo? Pse pikërisht të kësë gjithë, ndërshta shka të ka tërhek ma shumë të kësteli këndimit? Nuk e di. Si di, ndoshta disponimi njerëzve, ndoshta vlerësimi njerëzve, ndoshta...
E kemi në gjak kështu atë shpatullën e muzikë, e sepdas, ha? Profesori Daud Demaku më thoshte mu mos ti si me humora, që e vlerësoj dhe përshëndes ku do që tjetë që e thuj ke nuk drejt në gjenet shkon, pse pruf, sa njërin e ke disponu ti edhe me pacientu, pesho dikon e kom disponu, dikon e kom nervozu. Jo, të kjo, arti është shpirt, adin se me të vërtet, njështë kanë halë e bringa, i harrojnë momentit ta, më kupton, dojnë pak me lëshu trunin lera dhe shnet. So është të vështirë, ndoshta keni momente që nuk keni ashtë në disponim të mirë apo diçka, por e keni një dasëm caktuar me një aheng ku keni performuar dhe do të më shëndru një farë mënyre me vazhdu, me shtit e kënë muni mirë, me këndu, me kësy. Me këndu edhe valzoj shpesh herë dhe gjitna me pas një kolegë bashkë me muve që i thonë vazhdo të unë e mballë e knaqta me ta. Tash një nasim familjen temë dhe e baj punën sinqerisht pa pikë. Kështu pa, jo me ikë punës, po sikur me qenë familjen teme, pa pikë pritese, me shumë dashuri edhe me shumë vullnet. Pra çdo dasë më shion do familja angusht. Kush do që tjetë, sinqerisht po të besom, kush do që tjetë, dasëm unë e llogaris sikur me qenë vllau im, për shembull se motra jam edhe normal që momentin që nisësh çdo punë me kry sikur për veti, ki me pas sukses. Anqofse nisësh në punë, ata bëja mos a bëja jam lodh, si të fillesh lodhjen, me lodhjet marrën. Ashtu mendoj unë. Po. Sa është vështirë me qenë kaq vite aktive në fushën e muzikës, pra se gjithmonë me rujt edhe identitetin dhe me rujt atë famën kështu konstante, pra sepse tashmë kemi shumë artista. Është e vërtet. Unë i takoj një gjeneratës, një plijades pak më hershme, do me thonë kam fillu me muzikë populore, edhe s'kom dash me ik ati zhonri asnjëherë, e kom dash me rujt me fanatizëm, ndoshta edhe pak gjeneratat tona, pak më ndrysh. Unë tashi, gjeneratat e reja janë se cili maj mirë se tjetëri, janë për të admiru, edhe i vlerësoj, edhe i qmoj shumë, edhe ma knaqin veshën e shpirtin shumë. Po ta thomë kështu shumë traq, edhe lumë nasi i kemë, cilin e ndëgjën maj mirë se tjetëri është. Unë s'kam vri, ardhmëria jonë janë, në jecim brez i ri që duhet admiru, edhe po punoj mirë, edhe po performoj mirë, edhe unë jam të thash sinqerisht, cilin të ndëgjësh knaqet veshi. Me vërtet shumë në talentuar edhe tashmë janë edhe mundësit. Janë edhe me shkolla, janë edhe i kanë mjetet elektronike, mojne kemi mësu një kongë prej Radio Tiranës, as qafsh kemi kuptu, as qka po thot, që shkemi mujt me kap tekstin, për shemë, lema vinë melodik, ta shika, do në punu, foto në YouTube, amo janë, me të vërtet janë të mirë, se cili maj mirë se sa tjetëri. Me krahasur rrethona se kanë qenë në fillimet e tua me tash. Dita me natë. Dita me natë. As ka pas CD-ja për shembull, as ka pas kaset, as ka pas kur gjë. Radio, prej radio sa ke mujt me zon kongë. Po. Dash me punu, mos dash ngelesh me 5 kongë vetë kongë. Po. Ngelesh atë dash me hec për para, vjedha, merr prej dikuja si të mundesh. Kështu ka qenë. Është dash shumë angazhim, shumë... Jo, ma shumë jo, po je fokusu, veç me ndëgju kur ka pas emisione muzikore në radio, me fokusu, kajt me lanon është me ndëgju. Plus nuk jam përsërit, se ta shiki gjitha mire ma mirë, gjithë shka e ki full, vetëm apo dëmë me punu. Po tash me teknologjia, sidomos edhe rrjetet sociale, po nikojnë goxha mirë edhe në promovimin e artistave. Po tash inteligjenca artificiale edhe po ta bën kongën direkt bilshot, i bën çka duhet. U kemi në fakt shumë kongë që janë bën me inteligjencë artificiale dhe kështu goxha dëgjon është shumë interesante. Original. Po fiks na ka deklasu. Por prapë ka atë lezetin originale, është originale, ka lezetin e vet. Se mundemi me vrejtë, gjithmonë, ndoshta 10 sekundat e parë kemi atë dyshimin se çka është, por me njëherë e vrejna që nuk është një zuk kështu. Si thujnë të një playback-un me live e dallon me një. Po. Kjo është. Çka të pëlqen më shumë te tek performimi live? Gjithçka. Performim live jam vetvetja. Performim live, për shembull, e kam publikun përpara, më kupton. E shoh dikush qesh, ndodh në thot dikush qesh trem, dikush çdo vrejtje. Po më njëherë kështu. Po, si me thon, performim live je sikur me syt kamerës të më shefta, më kupton. Mirë, po kur e ke audiencën përpara, je gjithçka ma, unë ashtu mendoj.
Edhe përvoja e bënd veta. Peks. Unë për shembull ma me qetë performoj live, mi pas 300-500.000 vetë, se sa më fund studio, se gjithmonë friga, tash. Mos po cenzurosh, nuk pe bon ata çka dëshiron, pe gabon, apo del vokali mirë, as po del, apo gjithmonë me frikë, me stres. Po, jo në ato specifikat. Studio, se po, e vërtet është, e vërtet. Por performimi live me të vërtetë ka edhe atë magjinë vetë, sepse vret energjia, edhe të shqetë trupin nga njëherë, kështu. Si kur veturën, kur e dhezme, të porën, 2-ën, 3-ën, fillon atmosferat 4-ën edhe hec qarkullon. Edhe a keni pa gjithmonë kështu familjarët, nështë ta fillim një dasmës, për shambull, jo kanë pak tutën për me valzu ose diçka e tillë. Familjarët e kanë, po, njerë desa të më shmenje në kështu. Gjithë kemi naj familjarë që ishte në tjerë, do më thonë ngrej prej tavolinave në... E vërtet është, dasme nuk e bojnë familjarë, dasmurët e bojnë dasme, se familjarët kanë më marrë me punë tjera. Kanë me i rahatu ata dasmurë, kanë me sistemu, më marrë me ta. Dasme ta bojnë tjerë, që ka i fëton dasmurët, unë ashtu mendoj. Kemi edhe 4 orë, kështu minimumin, ndoshta shumë aktive, shumë me stres. Me stres, kemi përcjell musafirët, ne përcjell dhëndrën e nusën, ne përcjell darkën, ne përcjell qiftin kur vallzon, ne përcjell tortën e qiftit, e përmbyllin, a u korita, a e bona mirë, a si dulen, a gjithmonë me stres. Te e bon për veti funja knaqë, se ashtu kështu gjithë knaqë nuk dolen. Gjithëve numër nuk ju bim, harroje, asë. Unë fakt të ndosë më time e kumë vrejt, ndështë nga njëherë kam pyet ma vona, a ke po këtë familjar, këtë person, ka ardhë, s'ka ardhë. Gjithmonë me kritika. Po, edhe unë këmë thonë, unë s'anë s'kull po. Qa që kënë gëgja kështu stres, dhe veçaj momenti, këta familjar të ngurë që e ke pas, ndështë anë ashtë që kemë kështu prej disa metra ma largë, po. Se nuk e ku aty me diskutu, apo diçka, aty ka veç valzem edhe. Më kënash, me hongër me pillë dhe me esas, me hongër sa në kërkush, po mirë, ato i ka dasma, elementet kryesore. Prej emocionit as të poshtë nuk shkanë. Feks, edhe feks dhe prej emocionit edhe, ndoshta i ke vrejt, bile familjarët edhe rrallë edhe nuk kanë fare ish, nuk kanë, harrojnë se duhet me hongër. Po, ose provojnë kështu nga pak edhe mirë ko akun. Harrojnë, dojnë me sistemu, më datë kënaqën më safet, ajo është natyrë veç kush. Po, dhe ato komentet pas dosë, më mësën që... Ta të regoj një rast, e kam pas bo si tit Barsolete. Tha niftoj njoni 500 vetë në dasëm. Edhe krejt kur i përcol se cilit ja vëlla ka 100 euro. Faleminderit. Tip Barsolet. Edhe kur dulen ma të afërmit vetë, a i ka pas vëlezer, apo vëlla, ma të afërmit, aty ne ja u jap ka 50. Thot, pse neve ka 50, do me thonë që gjithmonë dikush ka me të përqesh, ka me doli kënon. Edhe ju ke dhonë pare dhe ju ndoj pak knaqën, në më kuptën. Pse ati ma shumë ma pak, gjithmonë. Jo në ato komentet, kështu, gjithmonë ka me qenë dikush dështë që ose i ka përqy shumë, ose i ka përqy ma pak, ose kështu ka me qenë ato kritikat, po me është të rëndësishme që qifti me kumë fondi lumëtur, edhe me kumë knaqë. Po dite, natë aty në është e veçan, dite aty në, po na, a i kipa dhe me antartë familjes, nuk mund është miro gjithve numër. Dikuj bjen ma ta mund, dikuj ma shkur, dikuj ma... E lemo gjithë aty në dasmurva, e shumë normal është. Morë me rëndësi që shumica me qenë të knaqë, në atër e kemi arritë, kështë që kjo është i vërri. Gjithë knaqën, po e kemi si tradit pak, diçka me gjithë një dopsi jam kupton. E kemi kështu si në gjenë, këtë vesë kemi shumë të keq. Besam shumë të keq e kemi këtë vesë, nuk e di pse. Pa thonë jam qëtit e muzika, mi shurdoj vesht, ushqimi i ftoft, ushqimi jo i mirë, diçka pa thonë, nusja me dhëndrën, këcy nuk patëm ku me këcy ne, ku mu li... E kem kështu, ne jemi si popull ankus, trash po ta thëmë, jemi popull ankus për çdo gjë. A i ki pa se cilë thojmë shpimet e shtrejt, ha? Se apo, kush del me protestu? Vetëm e thëmë, e thojmë kështu, na del nga goja dhe kotë. Po, kur fakt protesta, është e vërtet, jemi popull ankus, jemi popull kritikus, nuk jemi popull që ndërmorën veprime. Unë ashtu e shoh këtë pjesë. Për gjithë shka, qoftë për mirëqenie sociale, qoftë për politikë, për gjithë shka se s'budu mu, qoftë për muzikë. A i kështu, unë e kështu, a i ka pas ka qdas, ma unë e ka që. Hajë se cili ka riskun e vetë, në fakën e vetë. Am kupton. Çka mendon për konkurencët këtë fushën e fushën tuaj, pra atë muzikës, të artistëve që performojnë në muzikën popullore, muzikën e dasmave? Po, konkurenca është
edhe ka qenë gjithmonë është e madhe shumë, jo lojale, po në thash një gjë, se cilët Zoti ja ka caktu riskun e vetë, apo? I darën e vetë Shqip. Se cili ka me pas në fakën e vetë. Edhe 500.000 këngëtar, 500.000, dikush 50 dasma, dikush 5, dikush 10, dikush 7, dikush 30, në më kuptan. Kjo është caktimi, nuk ta ndalon askush, ka konkurencë, do të me punu, është më rëndësi me qenë Në vazhdimësi me qenë janë ka shumë, po. Me qenë në vazhdimësi, mos me ndalu, si të ndalësh, stagnon edhe të fshin koha. Duhet me najtë goxha gati, kësa industrie se me dritë mund... Bojnë albumin që ta kam një kongë treja tjetër me album, me videoklip, për ta shpesoj ka shtatori me bo, dhe më thonë, do është me qenë gjithmonë në tregë, në qofë se donë me qenë, në qofë se s'donë. Po, dhe është goxha vështirë me majtë, ka shumë vite, karjerën me të vërtet në bushën me plot suksesa. Po, më ndohë me ashtu, tash nuk e di. Dashuria këtu për profesion. E vërtet, unë e duhe kam pasion. Pasion e kam, se jam juriste dhe me master, e kom bo kotë, do me thonë, gjithmonë kam anu ka muzike, e kom pa vetën ma të përmbushën. Po. Kjo ndoshta dhe më ka shty, mirë, unë jam e lumë të rekrenare, se kom shëtit gjithë botën me muzikë. Kemi pas edhe mjetë e materiale e pare, kemi ma shumë, kemi pa loj tradite, loj eksperienca, kemi pas gjatë jetës mirë. Gjdo profesion i ka të mirat edhe të metat e veta, po, se cili profesion. Por, pavarësisht që jeni juristë kështu me profesion, muzika gjithmonë ka anu dhe ju ka përmbusha për mana. Fiks, pse më ka përmbush, tash kom insistu dhe jë më darë këte. Nuk jem shku në e djatë, po të majten. Jo, në djatën e kom qujtë ta prapë. Po ashtu je përmendet që tashme edhe në albumin e fundit keni edhe të këngë ritmike kështu. Qëka të përqenë ma shumë të këngët ritmike kështu? Pa, këngët ritmike allegro janë gjalla, dhe me thonë për dasma për neja, momentin që fillon këngë ritmike, krejtë dasmur të fillojnë që unë dhe kërcim. Kjo është. Ato nuk dun, një, dy e hap pak vokalin me nxehë dhe vazhdojnë qarkullon me këngë ma gjalla. Po. Ashtu në mendoj. Atëherë cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë artistët e rinë që duan të hyjnë kësaj industrie goxhat pa më shërshme mundem me thunë, por shumë shpërblyse. Unë për gjithë këngëtarët e ri kisha preferu që të punoj vazhdimisht qofse e kanë zedhe, kanë primare muzikën, të punojnë pa undal hiq. Në qofse e kanë sekundare, kanë pjesë tjetër tjetës, në qofse dojnë tjenë dhe me tregun, do të me punu pa undal. I përgëzoj gjithë, i uroj gjithë dhe sukses dhe shëndet, me të vërtet gjithë janë të mirë e ma të mirë. Se cili ma i mirë se sa tjetëri. Faleminderit shumë që ishte sot në studio dhe me të vërtetë e përmbyllu me këtë mesazh kaq të bukur dhe juve ju uroj shumë fat në vazhdimsi. Faleminderit, ishte kënaqësia ime edhe. Faleminderit për ftesën, uroj të takohemi radhëve tjera, pra faleminderit shumë. Patjetër. Faleminderit. Dashur shikues, kaq kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.